Gjykata e posaçme e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar rrëzoi kërkesën e presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë, duke lënë në fuqi vendimin për burgosjen e tij. Vendimi i gjykatës së posaçme të apelit vjen pas disa seancave të shtyra për shkak të kërkesave të avokatit Ilir Metës për përjashtimin nga trupa e gjykimit të gjyqtares Saida Dollani. Përfaqësuesi ligjor i ish-presidentit të Republikës pretendon se arrestimi dhe mbajtja në burg e klientit të tij bëhet për qëllime të pastra politike. Edhe Monika Kuremadi, ish-bashkëshortja e Ilir Metës, ish-deputete dhe drejtuese e lartë e ish-lëvizjes për integrim, është shprehur për një proces politik ndaj familjes së saj. Ish-presidenti i Republikës Ilir Meta u arrestua në tetor të vitit 2024 dhe akuzohet për veprat penale, korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Prokuroria e posaçme mbylli hetimet më 28 korrik, ndërsa dosjen e kaloi për gjykim në fund të gushtit 2025.